Në kuadër të muajit të Çamërisë, Shoqata Kulturore Vizioni M, në bashkëpunim me Fondacionin Çamëria, Hasan Taksini, shfaqën në Shkup premierën e filmit Moçoni në qafë të botës të Shoh Çamërinë. Filmi i bazuar në ngjarje të vërteta flet për një të moshuar e cila në fëmijërinë e saj u ka mbijetuar masakrave dhe gjenocidit grek mbi popullsinë çame dhe e cila ka mall për vendinjen e saj. Kujtojmë të mbijetuarit e gjenocidit grek nuk ishin dhe nuk kanë leje nga autoritetet greke të kthehen as si turiste të vizitojnë vendlinjet e tyre. Kështu, filmi paraqet një të moshuar e cila u kërkon fëmijëve, nipërve dhe mbesave që të paktën të vizitojnë qafë botën, aktualisht pikë kufitare midis Shqipërisë dhe Greqisë, pikë në për të cilën kanë kaluar çamët që mbijetuan gjenocidit. Në qafë të botës, personazhi përjeton një udhëtim emocional nëpër kujtesën e Çamërisë, duke rikujtuar fëmijërinë e saj, prindërit, përrallat e gjyshës, traditat e dasmat, e deri te shtëpia, sheshje dhe kroji i fshatit. Një rrëfim njerëzor dhe historik për mallin, kujtesën dhe lidhjen e pashkëpushme me vendlinjen. Filmi është në regji të Pandeli Qeqës dhe nën skenarin e diplomatit Luan Rama. Filmi do të shfaqet nesër në orën 18 në Hotel Bushi. Pas filmit, është parapar një debat mbi Çamërinë dhe skenaristin dhe diplomatin Luan Rama, si dhe kryetarin e Fondacionit Çamëria Hasan Taksini, Alket Veliun.